Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku byrek me mish, ose si quhet ndryshe pite me mish të grirë. Për përgatitjen e kësaj piteje, ndryshe nga herët e tjera, nuk do t'i hapim petët duke i tërhodhur ato një nga një, por do t'i hapim duke i hapur petët në çarçaf. Është një metodë shumë e thjeshtë dhe nëse e ndiqni videon hap pas hapi, në fund fare do ta keni shumë të lehtë për ta përgatitur piten. Në pamje të parë duket pak e vështirë hapja e petëve, por do e vini re që nëse petët i hapni në çarçaf, do t'ju ndihmoj shumë që në fund fare petët të hapen shumë mirë dhe byreku gjithashtu të dalë i butë, të dalë i shkrifët, tamam si byreku që blihet në byrektore. Tani le të nisim me përgatitjen e recetës dhe në fillim do të përgatisim brumin. Për përgatitjen e brumit për byrek, unë kam përdorur 4 gota me miell. Miellin e hedhim direkt tek tasi dhe tek tasi me miell do të shtojmë gjithashtu edhe përbërësit e tjerë. Do të shtojmë në fillim pak krip mund të shtoni sipas shijes tuaj. Do të shtojmë gjithashtu 2 ose 3 lugë gjelle me vaj. Përdorimi i vajit në këtë recetë është i domosdoshëm në mënyrë që në fund fare brumi të dalë shumë i mirë dhe të mos keni problem për hapjen e petëve. Dhe më pas tek mielli do të shtojmë edhe ujin e ngrohtë. Për këtë recetë unë kam përdorur rreth 2 gota me ujë të ngrohtë. E shtojmë edhe ujin tek mielli dhe më pas do të formojmë brumin. Për këtë recetë brumi duhet që të jetë i butë dhe të mos na ngjisin duart. Keni parasysh gjithashtu që kur përgatisni brum për byrek, brumin ta punoni mirë me duar për të paktën 5 ose 6 minuta. Sa më shumë që ta punoni brumin, aq më mirë del byreku ose pitja në fund. Dhe kur keni formuar një brum të butë që nuk ju ngjisin duart, vazhdoni ta punoni atë derisa të mendoni që brumi është gati. Edhe më pas brumin e lëm që të pushoj për të paktën 15 ose 20 minuta. Dhe tani, ndërkohë që brumi pushon, ne do të përgatisim mbushjen për piten. Për përgatitjen e mbushjes, në një tigan ose tenxhere shtojmë mishin e grirë. Sasinë e mishit të grirë e përcaktoni vetë, unë kam përdorur diku te 400-500 gram mish të grirë dhe e kam lënë mishin e grirë që të gatuhet në zjarr mesatar, derisa të shikoni që mishi të fillojë të ndryshojë ngjyrën dhe të lëshojë lëngun e vet në tigan. Edhe më pas tek mishi i grirë do të shtojmë edhe një qep të prerë imët dhe pak nenexhik ose mëndërs ose nane si quhet ndryshe. Tani të gjithë përbërësit i trazoni mirë derisa të shikoni që qepa do të fillojë të zbutet. Këtë proces do ta bëjmë për të paktën 2 ose 3 minuta në zjarr mesatar, duke e trazuar vazhdimisht mishin e grirë që të mos na digjet. Dhe kur mbushjen e keni gati, tani e heqim dhe e lëm gati për të përgatitur byrekun ose piten me mish.
Kur kanë kaluar rreth 15 ose 20 minuta që brumin e kemi lënë që të pushojë, tani brumin e ndajmë në kuleç. Për përgatitjen e kësaj recete, unë brumin e kam ndarë në 8 kuleç me madhësi mesatare. Edhe më pas, kuleçve u japim formë rrethore. Dhe kuleçët do t'i hapim një nga një duke përdorur një tërhollës, duke i hapur pak a shumë sa pëllëmba e dorës ose pak fare më të mëdha. Pasi petët i keni hapur një nga një, tani të gjitha petët do t'i vendosim në një tepsi, njëra sipër tjetrës. Në fillim do të luajmë tepsin me pak vaj dhe aty do të vendosim edhe petën e parë, dhe sipër saj do të vendosim petën e dytë, por mos harroni që çdo petë që shtroni në tepsi t'i lyeni me vaj, siç e shikoni edhe në video. Pra për çdo petë që do shtroni në tepsi, do t'i lyejmë petët me vaj. Kur mbërrini tek peta e fundit, e mbulojmë tepsin me qese kuzhine dhe do t'i lëmë petët që të pushojnë për të paktën 20 minuta. Ky proces është shumë i rëndësishëm. Nëse doni të përgatisni një byrek të mirë, duhet me patjetër që petët t'i lini të pushojnë për të paktën 20 minuta në mënyrë të tillë që në fund fare kur të hapni petët mbi çarçaf ose edhe me duar, petët mos ju grisen ose të keni mundësi që t'ju hapen kollaj. Dhe pasi kanë kaluar rreth 20 minuta që nga koha që keni lënë petët për të pushuar, tani petët do të fillojmë t'i hapim ato një nga një. Ju mund t'i hapni ato me duar, por unë do t'ju sugjeroja që më mirë t'i hapni sipër një pecete tavoline ose mbi një çarçaf, pasi në këtë mënyrë është shumë e thjeshtë. Mjafton të shtroni mbi tavolinë një pecet ose një çarçaf dhe më pas veproni si në video. Marrim petën e parë, e hedhim mbi çarçaf dhe më pas do të hapim të gjitha anët e petës me duar. Procesi është shumë i thjeshtë, duke qenë se brumi ka pushuar mirë, petët do të hapen fare kollaj. Kur petën e keni hapur aq sa të keni mundësi, tani mund t'i vendosni mbushjen dhe më pas petën mund ta mblidhni me duar ose mund ta mblidhni duke rrotulluar çarçafin ose pecetën. Kjo metodë është më e thjeshtë akoma, pasi në këtë mënyrë peta gjatë rrotullimit do të mbushet me ajër dhe byreku në këtë mënyrë bëhet edhe më i shkrifët se sa metoda kur ju i hapni petët me duar ose i mblidhni ato me duar.
Unë do t'ua lë procesin ta shikoni edhe me video, për ta parë se sa e thjeshtë është përgatitja e këtij byreku. Mos keni merak fare, pasi edhe nëse ndodh që petët gjatë hapjes të grisen pak, nuk ka problem, rëndësi ka që pjesa më e madhe e petës është e saktë dhe ju mund ta mbushni pa problem me çfarëdo lloj mbushje që përgatisni. Unë mbushjen e kam bërë me mish të grirë, ju mund ta bëni si të keni dëshirë. Dhe më pas të gjitha petët që ne kemi mbushur me mish, i radhisim ato njëra pas tjetrës në një tepsi dhe kështu veprojmë derisa të përfundojmë të gjitha petët e byrekut. Dhe në fund fare, byrekun sipër e lyej me vajin që na ka tepruar nga hapja e petëve. Dhe tani, mos harroni që të ndisni furrën dhe ta lini që të nxehet në 200 gradë Celsius. Kur byrekun e keni gati, e fusim për të pjekur në 200 gradë Celsius për të paktën 30 ose 35 minuta. Mund të ndodhë që furra juaj ta pjek më shpejt, rëndësi ka që sipër byreku të marrë ngjyrën e bukur të pjekjes. Më pas, byrekun e heqim nga furra, unë e spërkas pak me ujë të ftohtë sipër. Edhe më pas e keni gati për ta servirur për familjen tuaj. Kjo ishte edhe metoda që unë përdora këtë herë për përgatitjen e byrekut ose pites me mish të grirë. Në kanalin tim keni edhe metoda të tjera të përgatitjes së byrekut, mund t'u hidhni edhe atyre një sy. Shpresoj shumë që kjo video t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miq dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abonoheni në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.